Kryeministër, në fushatën elektorale të vitit 2019 patët premtuar që keni më bë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Megjithatë tash jena në 2026 edhe kjo s'ka ndodhur. Sa janë gjasat që edhe kjo për xhandarmeri më mbet vetëm një premtim elektoral. Siç e shpjegoi Ministri i Punëve të Brendshme, pas grupit punues, pas një koncept dokumenti fillestar, natyrisht që do të procedojmë me propozim ligjin për Xhandarmerinë e Republikës së Kosovës, e cila më pastaj do të vije për diskutim në 2 lexime në Kuvendin e Republikës. Pra kjo është domosdoshmëri e kohës dhe padyshim që do ta bëjmë. Sa i përket shërbimit të detyrueshëm ushtarak, kjo është një temë e gjatë, por mos harroni çfarë kemi bërë. Dhe kjo nuk do të thotë që do ta bëjmë një ditë. Por kjo do të thotë që tash për tash kemi vlerësuar edhe me ekspertës që në situatën e të cilën ndodhemi, është shumë më e mençur të kemi mbrojtjen gjithëpërfshirëse apo mbrojtjen totale, një model i cili i ngjan atij të Finlandës dhe të vendeve baltike, ku ti nuk e bë ushtrin një grumbull të madh njerëzish, që mandej duhet ta strukturosh, e ta pajisësh, por në vend të kësaj përcakton funksione, detyra konkrete dhe vende të caktuara për qytetarët e Republikës në rast të rreziqeve të ndryshme nga fatkeqësitë natyrore deri tek lufta e armatosur. Pra kemi vlerësuar që në fazën e të cilën ndodhemi, e që gjithsesi nuk është viti 2019, është shumë më mençur që ta kemi mbrojtjen gjithëpërfshirëse siç e ka Finlanda dhe vendet baltike. Në anën tjetër, kjo komplementohet me 2 aspekte të tjera. Me një model për shkollat e mesme, që quhet edukimi për siguri, i frymzuar nga shembulli i Polonisë, e që mundëson që të rinjtë të mësojnë sa më shumë dhe më saktë reagimet që duhet t'i kenë në rast të rreziqeve që përmenda më herët, katastrofat natyrore apo luftrat e armatosura. Konteksti në cilën jemi sot është shumë ndryshe prej atij të para 7 viteve dhe krejt në fund do ta kemi edhe rezervën vullnetare. Pra rezerva vullnetare e cila mundeson që qytetarët e Republikës Kosovës që do të bëhen rezervista të Forcës së Sigurisë Kosovës t'i kenë pajisjet nga çizmet deri tek arma e tyre në një adresë të caktuar në Forcën e Sigurisë Kosovës. Pra, unë besoj që kjo çfarë po bëjmë është shumë më mirë sa shërbimi i detyrueshëm ushtarak. Pra, nëse ka diçka që nuk e kemi bërë taksativisht siç e kemi thënë para shumë viteve, duhet ta shohim se ndoshta është më mirë se sa që e kemi premtuar dikur. Faleminderit shumë.